Një valë sulmesh të koordinuara në platformat online po godet prej ditësh një sër biznesesh shqiptare, kryesisht në sektorin e turizmit, në kulmin e sezonit veror. Përmes komenteve dhe vlerësimeve masive negative, këto biznese po përballen me një goditje të drejtë për drejtë ndaj reputacionit të tyre, me pasoja që sipas ekspertëve mund të shtrihen shumë përtej këtij sezoni turistik, duke dëmtuar kështu një industri që në vitet e fundit ka qenë motori kryesor i ekonomisë. Njohësit e industrisë paralajmërojnë se nëse kjo praktik nuk ndalet, dëmi nuk do të kufizohet vetëm te bizneset e prekura. Në lojë është besueshmëria e Shqipërisë si destinacion turistik, në një kohë kur konkurrenca rajonale për turistët është më e fortë se kurrë. Janë biznese të cilat kërkohen nga turistët e huaj, pavarësisht se në një kohë afatshkurtër këto lloj sulme nuk kanë impakt të menjëhershëm në bizneset respektive, ato krijojnë një imazh negativ për sezonet që pritet të vijojnë. Është e vërtetuar tashmë që turistët janë shumë të predispozuar që të lexojnë përshtypjet e atyre turistëve të tjerë që kanë qenë më përpara në objektiva turistik, në aktivitete të ndryshme komerciale apo tregtare apo në për hotele dhe restorante. Dhe në momentin që shikohen këto lloj reviewsh në një sulm kaq masiv, atëherë normalisht që tek turistët e huaj lihet kjo përshtypja që diçka nuk është në rregull. Ekspertët e konsiderojnë këtë fenomen një precedent të rrezikshëm, duke theksuar se protesta nuk mund të kthehet në një mekanizëm për të dëmtuar bizneset private që ushtrojnë aktivitetin e tyre në përputhje me ligjin. Liria jote përfundon aty ku cënohet e imja. Pra praktikisht ti nuk mund të protestosh për avantazhet apo për të mirat që ti presupozon që të takojnë, por duke rënduar mbi aktivitetet e mia. Në fund fare janë biznese, janë aktivitete komerciale, tregtare, të cilat funksionojnë mbi bazën e legjislacioneve në fuqi. Është e rrezikshme, gjithsecili ka lirinë e shprehjes, por kur kjo liri shprehje koordinohet për të krijuar një disavantazh të dukshëm në ekonominë e tregut, atëherë mund të hyjë dhe në incidenca të ndryshme ligjore. Një ditë më parë, policia e shtetit deklaroi se mbi 10.000 llogari dhe faqe me aktivitet të dyshimt janë identifikuar si pjesë e skemës që po përdoret për të publikuar masivisht komente dhe vlerësime negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve turistike, me synim dëmtimin e reputacionit të tyre dhe goditjen e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik. Për këtë sulm virtual, strukturat e hetimit të krimit kibernetik kanë nisur hetimet për verifikimin e platformave online.